Të punësuarit e ndërmarrjes publike komunale Tetova ankohen se kanë 3 muaj pa rroga dhe mbi 1 vit pa kontribute të paguara. Për këtë arsye sot nuk punuan, por u tubuan për të kërkuar pagesën sa më parë. Rikujtojmë premtimin e kryetarit të komunës Bilal Kasami se pagesat do t'i bëjë brenda janarit dhe shkurtit, por nuk ka asgjë, madje as sigurimet shëndetësore. Sot kemi pranë një vendim që mos dalëm punë shkak i pagesave. Ne pagesa kemi janarin pa marrë, shkurtin edhe dhjetorin 2023. Në më thonë, para vitit 3, neve kryetari komunës në premtoj se pagesat di boje në brenda janarit edhe shkurtit. Mbi gjitha edhe pagesat as sigurime shëndetësore. Në më thonë, sigurim shëndetësor, ne s'kemi afër 14 muaj. Që ashtu i bje. Në më thonë, pin djetor 23-shit, dhe djetor 24-s, vetëm djetor 24-s që ka paguj. Në më thonë, 11 ndi edhe 3 kandi, 14 muaj bëjnë ata. 14 muaj sigurim shëndetësis nuk kemi ne. Edhe 3 rroga, shkak i atina është nuk e dim ne. Tardna ka ndërmarrja, s'ka edhe me ato punën nuk mirena. Në më thonë, punën që e lipën kryetari komunës apo drejtoria e JKP-s, punën e realizojnë gjithë punëtorët. Ne jemi 25 punëtorët, e mbajmë këtë Tetovën në pastrim. Bara me ona što ni следува, nemam isplateno plati, уште 3, придонеси за 12-14 месеци, не знам точно колку се. Не бараме ништо повеќе од тоа што ни следува. Таква е ситуацијата со нашиве вработени, осигурени се деца, жена по еден вработен, се среќаваме со болести, немаме здравствено осигурување и стварно е проблематично ише. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të ndërmarrjes, Avzi Rizvani, thotë se çdo moment pritet që të realizohet pagesa e rrogave. Sipas tij, ka pasur premtim, por deri më tani nuk është realizuar. Është e vërtet. Unë jam në kuadrat atyre të mbrojt drejtat e punëtorëve. Gjithë ajo që është e thonë është në rregull, domethënë është ashtu. Mirë po, detajet nuk i kanë të precizuar. Ne ishim 6 muaj, domethënë rrogat pa realizu, kështu që në 2024 në fund 4 muaj i realizu, me mjetet të cilat kaluan nëpër mjet këshillit komunal. Na premtuan se deri në fund të muajit shkurt do na i paguajnë edhe kontributet për 1 vit. Mirë po nuk janë të realizuar ende. Mirë po ne jemi në bisedime për çdo ditë që të arrijmë deri edhe te ajo pikë. Kërkuam qëndrim edhe nga komuna e Tetovës, por na thanë se për shkak të shpalljes së zisë kombëtare, këtë javë nuk do të japin asnjë prononcim për asnjë çështje. Këshilli i komunës votoi që ndërmarrjes publike komunale Tetova t'i lëshojë 25 milion denar për rroga dhe ky vendim kaloi, duke u premtuar atë kohë nga komuna se ndërmarrja nuk do të përballet më me vonesa rrogash.